kush duhet mull Kryeja Gjaku? Tha, kjo është shumë e lehtë, shumë e lehtë nëse po mund ta zgjidhim që 2 javë. Kryeja Gjaku tha ulet i mençuri. Në mes të odës ulet i pasuri. Në fund të dera ulet trimi. Përshëndetje. O, kushta, si je? Faleminderit, si kaloni? Une, si që tyje, ma rri disponimin, valla. Faleminderit për fjalët e ngrata në këtë ditë acartë. Janar. Me dill me dham. Janari acartë. Valla, po. Une sot e kam do fjallë turta popullore. Une di që ti je shumë i zotin këtë aspekt. Faleminderit. Mençuria popullore, sipas Anton Qetes dhe Gjemalo Brisë, njerëzve e mbledhse, është një filozofi popullore. Madje Anton Qeta shkon deri aty ku thot se mençuria qytetare bazën e ka në fshat. E vërtet. Sigurisht. Janë me mesazh, kanë mesazh, kanë filozofi brenda, kanë kuptim, edhe kanë atë që s'kanë mujt me thonë direkt, e kanë thënë me metaforike. Bravo. Keni kërkëtisht të një... Po, unë kam një fjallë që ke kuptu se ke ndëgju në herë. Prit magar se del bar, kur del bari cofi magari. Është një thonje e ka hershme. Po. Njerëzit që presin këtë, është një shpresë kur njerëz i jetojnë me iluzione, dhe duke pritur atë që do të arrijë dhe aja nuk arrin kurrë, pastaj gomari ngordh ose kurse shpresa ende mbetet aktuale. Paralizueshme. Kjo është pika shkurta, do me thënia kësaj shprehje të lashtë edhe shumë të konsumuar, do thoja. Ti je rrit në frymën e njerëzve që na kanë frymëzu, po ti sa i ke përdor këto, ose sa i përdor këto thonjet popullore? Me shkas. Po, në mënyrë metaforike. Po, me çdo gjë duhet ta ketë vendin, edhe kohën, edhe nuk mund ta tregosh një batut, mesele, pa ndonjë arsye, ato shkojnë ndërlidhura. Me shkas, për shembull, nuk mund të thush ti kur vdes një 80 vjeçar, me thënë gjitha lulet që lindin nuk rritën. E vërtet? Kjo. Po edhe fjalët duhet me vend, se fjala me vra fjala, është shprehja ma mallkuese. Madje në Shkodër kishin një shprehje të vdek fjala. Të vdek fjala është do të thotë kur bëhet batall, si themi ne, kur flet dikush pa lidhje, pastaj i thonë kush foli filani, s'është me rëndësi fort se nuk i ka pesh fjala. Ka shumë... A ke thonë herë në fjallë, cilën ti s'kan kuptu në ashti? A mo ti e ke thonë? Ja fken shu, do me thonë. Ka plot, po... Cilën? Për shembull, njerëzit nuk jam fort gërndaves me njerëz. I tolerojnë, nga njëherë duhet të mu paraqit se nuk e kuptove. Por nëse shkon deri në atë masë, ti du t'ja u kthesh, edhe me thonë drejtën, shpesh njeriu aty për aty të vinë fjalët vetë. Për shembull, ka njerëz që thonë, për shembull, dia nuk ka mush. Pastaj është bashkë me emërimin nuk shkon edhe autoriteti. Une, për shembull, njerëzit mendojnë se po qëse emërohet në një post, automatikisht ai duhet edhe të vlerësohet. Jo. Emërimi nuk do të thotë asgjë. E vërtet. Unë kesh një ditë aty dikon me nejt, edhe nas kish mi hangër buk, u bë ora 12:30, na qëtën qajnë, edhe në mënyrë metaforike thash, dish ka i ka thonë Gjema Zilfijës, ato thanë jo, thash nalë në qajnë e nësja flijës.
Po e Me ato e thash që s'kom hongër buk. Isha në një festival të madh në Pul, të Kroacisë, dhe me një mjektimin koleg, i ndjerë, ishte koha drekës, po dilim ne në qytet me ngran edhe një bashkëdhëtar yni na njohu edhe po thot urdhëroni në restoranin tim, edhe ai po na shtron pyetjen çka po pini. Na nuk ishim për të pirë, se ishim për të ngran. Ai miku im po shtrëngohej e kisha pi një picë. Edhe ai tha pisa pa tjetër, po çka për tash një gotë birë ose lang ose diçka, po ishte shprehje interesante, e kisha pi një picë. Shumë ma mirë. Edhe ata të regojnë një që ka ndodhë me për dasma, një kadrevë qujtë, ka patur një dasmë. Edhe ishtë bën ora 2-3 gusht në zetë. Ju thoshte musafirëve të ftorëve, nuk mundi ma në ku që e keni ftoft, se ishtë gusht. Po as nuk binte kush ujë, as ushqim, edhe një kadrevë, një tjetë aty një pjesëmarrës i dasmës, po të më shku shpit vetë me ngrane, me pushu, po i thot ky rrim, për shembull kadrem. Pse, ty më duke që po vjen tash ushqimi, rrim se këngëtarët po dojnë me adha edhe një ranë dajre. A i thot, faleminderit, është një kadria dajre, edhe shkon. Edhe, nëse s'bami tepër, ka qenë një mençurak i madh Ramadan Shabani, edhe ka shku këtu një herë, kanë marrë rrugtime, ka shku në podrime, edhe shkon një odë aty, edhe ullet të dera. Po flasin njerëz aty, sa kilogram grori ki gjetë, do ta marrësh vendin sa ma shumë grunë që ki gjetë, je ullë ma afër gjakut. Dikush të 5.000, hajde këtu ullë, dikush 3.000, dikush. Ishtë bën ora 2 natës, buk nuk bënd të askush. E pyet dikush Ramadan Shabanin, thot, o ti me kush je ti? Pa, jam një udhëtar, thot, po, sa grunë ki gjetë, ti thot, ne nuk e masim anej, po sa është dheni, ju ngopi me buk. Ja qiti me steven që ju grunë pas i gjetë, po. Po, se pas ki bilion. Edhe, kush je ti, thot, pa, një fa Ramadan Shabani, dikush e kështë njofë. Thot, o, kurit, eja, thot, të gjaku, jo, thot se, ka të shkajon, o gjaku në marrë me veti. Që aty ku t'jam unë është o gjaku. Au, kush po del kjo? A mund është ta bërë me këmënajmë da, tha, 2-3 gjera, se kemi me, tha, tu jemi që 2 javë, nuk po mujmë i gjithë. Cilat bëjnë ato? Kush duhet mull kërja gjaku? Tha, kjo është shumë e letë, që shumë e letë nësë po mund të zhjithëm që 2 javë. Kërja gjaku, tha, ullet i mençuri. Në mes të odës, ullet i pasuri. Në fund të dera, ullet trimi. Si më rëksho, tha, në hu për këtë. Po, gjithat ma vetë. Po, nëse tha ndodhë një konflikt, i mençuri mundohet me zgjidh me mençuri. Nëse nuk kalon me mençuri, i pasuri tha ta bën me lek. Hidërzan, po. Me lek me zgjidh këtë problem. Nëse s'kalon ai trimi thot ja, nuk ke ku shkon më. Se dash unë çona i kallzoj. Kështu, domethënë e bëra një shëtitje në për faleminderit shumë. Unë falenderoj ty që kështu nuk më shmang, po bënë ty s'mund të shmangi se... Je shumë i mirë, trujt zoti, faleminderit shumë. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjonat e mia i sjellin veç na, aty ku jam unë, aty është Kosova Info. E ku është Kosova Info janë gjonat e mira, ka ma mirë se me njerëz dishëm, e me njerëz të kulturuar me bë intervista. Rrini me neve.